Atmosfera në Myni është fantastike. Ne jemi në Olympia Stadium, aty ku mira tifozë, jo vetëm të Interit, edhe të Paris Saint-Germain, por edhe vendas dhe natyrisht të ardhur edhe nga vende të ndryshme të Europës e kanë elektrizuar edhe më shumë pritshmërinë e finales së mbrëmjes, atë të orës 21 mes Paris Saint-Germain dhe skuadrës së Interit, finalen e Ligës së Kampionëve, e cila do të luhet në Allianz Arena. Organizimi finales së Champions League në Myni është mbreslënës. Masat e larta të sigurisë me mbi 5.000 policë dhe agjentë në gatishmëri nuk cënojnë askënd. Fanzoni kryesor është i pozicionuar në Olympia Park, zona më tërheqëse dhe më e rëndësishme e Mynihut, 85 hektar sipërfaqe, aty ku do ta shohin ndeshjen 25.000 fansa. Aktivitetet janë të larmishme, një hapësirë ku nuk mungon asgjë, muzikë, shopping dhe lojra të ndryshme. Spikat në fanzon, turneu i legjendave me emrat e mëdhenj të futbollit si Kaka, Seedorf, Makelele apo Cafu. Tërheqjen më të madhe krijon trofeu real i Ligës së Kampionëve, që krijon radhë të mëdha për ata që duan të bëjnë foto nga afër. Mirë po, bukurinë më të madhe atmosferës para finales ja japin tifozët, ata që bëjnë edhe parashikimet për finalen e vitit. Chi vince stasera? Inter. 1-0 Eric Mkhitaryan. Maybe 1-0, 2-1.